është e dyshimt, nuk e di a është halal, a është haram. Çka duhet me bëha në këtë rast? Nëse largohet për hir të Allahut Azza wa Jall, ka shpërblim. Po nëse e ban, ka thonë dietarët, nëse e ban duke marrë fetwa për një dietari apo përgjigje për një hoxhe i cili i thot halal, ky nuk e di, ama e ka dëgjuar atë i cili i thot halal dhe e vepron, nuk ka gjuna. Nëse e vepron për shkak të epshit, për shkak se i konvenon, nuk e di sigurt a është halal, a është haram, a është halal, a është haram, nuk jam shumë i sigurt, ama i konvenon me bo, i konvenon, vjen pun tregtie, pun biznesi, fitimi është i madh, është i dyshimt, a me bo ajo, ama me bo, interesi është i madh, fitimi është i madh, hajtë se ndoshta nuk prish pun, hajtë se ndoshta nuk është haram. Ai i cili e ban me këtë arsye për shkak të epshit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili bie në gjërat e dyshimta, ai vetëm se ka ra në haram.